Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në dashuri sot do të ndjeni më të afërt me partnerin tuaj, duke gjetur mënyra të reja për të shprehur ndjenjat. Mund të ketë një bisedë të rëndësishme që do të forcojë lidhjen tuaj ose do t'ju ndihmojë të sqaroni ndonjë paqartësi të vjetër. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund t'ju ngjallë interesin. Në punë do të shfaqni vendosmëri dhe do të kapni një mundësi të mirë për të treguar aftësitë tuaja. Kujdesuni për shëndetin, sidomos për lodhjen mendore, një shëtitje në natyrë do t'ju bëjë mirë. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet impulsive sot. Një lajm i vogël pozitiv në lidhje me financat mund t'ju jap motivim për të vazhduar përpara. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Në marrëdhëniet tuaja do të ndjeni nevojën për më shumë mirëkuptim dhe qetësi. Mund të hasni në mosmarrëveshje të vogla me partnerin, por gjithçka mund të zgjidhet me dialog. Beqarët do të kenë mundësi të njohin dikë interesant përmes një miku të përbashkët. Në punë mund të shfaqen sfida të vogla, por do të dini si të reagoni me maturi. Kujdesuni për shëndetin duke ruajtur ekuilibrin midis punës dhe pushimit. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, shmangni marrjen e vendimeve të nxituara për investime. Nëse jeni të kujdesshëm, dita do të përfundojë me sukses. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Sot do të ndjeni të frymëzuar në çështjet e zemrës dhe do të jeni më të hapur për të ndarë ndjenjat tuaja. Një surprizë e këndshme nga partneri do t'ju ngrejë humorin, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një flirt të ri. Marrëdhëniet familjare do të jenë të harmonizuara. Në punë, krijimtaria juaj do të vlerësohet dhe mund të merrni një propozim interesant. Kujdesuni për shëndetin me një dietë të balancuar dhe aktivitet fizik të lehtë. Financat janë në një periudhë të qëndrueshme, por mendoni 2 herë para se të shpenzoni për gjëra të panevojshme. Një këshill nga një mik mund t'ju ndihmojë të merrni një vendim të rëndësishëm ekonomik. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Në dashuri, sot është një ditë e mirë për të zgjidhur keqkuptimet e vogla dhe për të rikthyer harmoninë. Partneri juaj do të jetë më i hapur për biseda të thella, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt të veçantë. Në familje mund të merrni një lajm të mirë që do t'ju gëzojë zemrën. Në aspektin profesional, një projekt i vjetër mund të rikthehet dhe t'ju sjellë përfitime të reja. Kujdesuni për shëndetin duke shmangur stresin dhe duke marrë kohë për veten. Financat paraqiten të qëndrueshme, por është mirë të bëni planifikime afatgjata. Një ide e re për rritjen e të ardhurave mund të lindë gjatë ditës. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Dita e sotme sjell energji të mira në dashuri, ku do të ndiheni më të lidhur me partnerin dhe do të ndani momente të veçanta. Për beqarët, një njohje e re mund të sjellë emocione të papritura. Në familje, do të ndjeni mbështetje dhe mirëkuptim. Në punë, do të jeni të motivuar dhe do të arrini të përfundoni detyra të rëndësishme me sukses. Kujdesuni për shëndetin, sidomos për gjumin dhe ushqimin e shëndetshëm. Financat janë në rritje, por është mirë të mos shpenzoni më shumë nga sa keni planifikuar. Një këshill nga një koleg mund t'ju ndihmojë të merrni një vendim të mençur financiar. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Në marrëdhëniet romantike do të ndjeni nevojën për më shumë vëmendje dhe përkushtim nga partneri. Mund të keni një bisedë të rëndësishme që do të ndihmojë në qartësimin e disa çështjeve të pasgjidhura. Beqarët do të kenë mundësi të shprehin ndjenjat ndaj dikujt që i pëlqen prej kohësh. Në punë, një detyrë e re kërkon përqendrim dhe përkushtim maksimal. Kujdesuni për shëndetin duke mos e neglizhuar aktivitetin fizik. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni borxhet e panevojshme. Një mundësi e vogël për fitime shtesë mund të shfaqet papritur. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor.
Dashuria sot do të jetë në qendër të vëmendjes, duke ju dhënë mundësinë të forconi lidhjet ekzistuese ose të krijoni të reja. Partneri do të vlerësojë përpjekjet tuaja për të sjellë më shumë harmoni. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që ndan të njëjtat vlera dhe interesa. Në punë do të keni energji për të nisur projekte të reja dhe për të bashkëpunuar me kolegët. Kujdesuni për shëndetin, sidomos për sistemin nervor, meditimi do të ishte i dobishëm. Financat janë në një pozicion të mirë, por është koha të filloni të kurseni për të ardhmen. Një lajm i mirë financiar mund të vijë në fund të ditës. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Sot do të ndjeni më shumë stabilitet emocional në marrëdhëniet tuaja, duke forcuar lidhjet me partnerin ose duke krijuar një lidhje të re të rëndësishme. Mund të merrni një ftesë të papritur që do t'ju sjellë kënaqësi. Në ambientin e punës do të vlerësoheni për korrektësinë dhe profesionalizmin tuaj. Mund të shfaqet një mundësi për të marrë më shumë përgjegjësi. Kujdesuni për shëndetin, veçanërisht për ushqimin dhe hidratimin. Financat janë të qëndrueshme, megjithatë është mirë të shmangni rreziqet e mëdha financiare. Një ide për të kursyer më shumë do të rezultojë shumë efikase. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Në dashuri do të ndjeni të mbrojtur dhe të vlerësuar nga partneri, ndërsa beqarët do të kenë mundësi të krijojnë njohje të reja interesante. Marrëdhëniet familjare do të jenë të qeta dhe mbështetëse. Në punë do të përballeni me sfida të vogla, por do t'i kaloni me sukses fal përkushtimit tuaj. Kujdesuni për shëndetin, sidomos për qarkullimin dhe lodhjen fizike. Financat janë në një periudhë të mirë, por është mirë të kontrolloni shpenzimet ditore. Një mundësi përfitime shtesë mund të vijë përmes një projekti të ri. Tregohuni të kujdesshëm në marrëveshjet financiare. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Sot mund të ndjeni nevojën për më shumë hapësirë personale në marrëdhënie, por është mirë të diskutoni hapur me partnerin për ndjenjat tuaja. Beqarët do të kenë mundësi të reflektojnë më shumë mbi dëshirat e tyre. Në punë do të hasni një sfidë që kërkon zgjidhje krijuese, mos hezitoni të kërkoni ndihmë nëse është e nevojshme. Kujdesuni për shëndetin, veçanërisht për sistemin tretës dhe pushoni sa më shumë. Financat janë të qëndrueshme, por një shpenzim i papritur mund t'ju detyrojë të rishikoni buxhetin. Një këshill nga një i afërm mund t'ju ndihmojë të merrni vendime më të mira ekonomike. Dita përfundon me ndjenjën e arritjes personale. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Në dashuri do të ndjeni një valë të re pasioni dhe mirëkuptimi me partnerin, përdoreni këtë energji për të zgjeruar horizontet në çift. Beqarët mund të marrin një mesazh të papritur që do t'i gëzojë. Në punë do të jeni të vendosur dhe do të arrini të përfundoni detyrat e lëna pezull. Kujdesuni për shëndetin duke marrë pak kohë për veten dhe duke i kushtuar rëndësi relaksit. Financat janë të stabilizuara, por është mirë të mos bëni investime të mëdha sot. Një ide e re për të rritur të ardhurat mund të rezultojë premtuese. Tregoni durim dhe do të shihni përmirësime të dukshme. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Në marrëdhënie do të ndjeni nevojën për më shumë komunikim të sinqert dhe hapje ndaj partnerit. Një bisedë e thellë mund të zgjidhë keqkuptimet e fundit. Beqarët do të kenë mundësi të bëjnë një hap të guximshëm drejt dikujt që i pëlqen. Në punë do të vlerësoheni për iniciativën dhe për kushtimin tuaj. Kujdesuni për shëndetin duke ruajtur balancën emocionale dhe fizike. Financat janë të qëndrueshme, por është e nevojshme të kurseni për projekte të ardhshme. Një sugjerim nga një mik mund të rezultojë shumë i vlefshëm për menaxhimin financiar. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.